Pyetja e parë që duhet bërë, a janë artist, apo janë argëtues, entertainers, si që quhen në perëndim? A krijojnë këta njerëz diçka të re, të rëndësishme dhe të qëndrueshme, apo u përgjigjen instinkteve të turmës, duke i hapur rrugë turbokulturës, tallava artit? Pyetja e dytë, a është përfshirja e tyre në politikë për ta përmirësuar apo shembur sistemin, apo thjesht për të bërë pjesë e tij, për të përfituar prej tij? Artistë të mëdhenj si Jim Morrison, The Beatles e tjerë bënin politikë duke kritikuar sistemin politik, duke ju kundërvendosur atij. Ka patur sigurisht raste artistësh në botë që janë futur në politikë duke shfrytzuar kreditet e grumbulluara në fushë të artit, Beppe Grillo në Itali për shembull. Amerika ka patur një president që vinte nga Hollywoodi, Ronald Reaganin, jo një aktor kush e di se çfarë, por një politikan i shkëlqyer. Edhe politika shqiptare njeh raste të pjesëmarrjes së njerëzve të artit. Shkrimtarët Dritro Agolli, Preç Zogaj, Besnik Mustafaj, Pjetër Arbnori, Teodor Laço, Teodor Keko, Nasi Lera, Natasha Lako, regjizori Dimitër Anagnosti dhe arkitekti Petrash Kolevica, aktorët Arben Imami, Xhevdet Ferri, Çim Xhepa, Raimonda Bulku, Liza Xhuvani e të tjerë. Disa prej tyre kanë lënë shenjë politik, të tjerët u larguan prej saj vetëm me yjet e spaletave të artit. Për të arritur në kohët tona, kur Eli Fara, Vikena Kamenica, Castro Ziso, Jul Deda, Erion Isaj, Agim Hushi, Robert Budina, Valbona Selimllari, Monika Lubonja, Gaz Paja e tjerë, disa syresh artist e disa argëtor janë futur politikës. Pyetja, dhe kjo është e fundit, çfarë do t'i sjellin asaj dhe neve? Të sipërfaqshmen, tifozerin, klikimet, apo do t'jenë ata kurrizorja ku do të ecin shefat e partive apo personalitetet politikës? Edhe pse mund të hamensoj, do t'ja lë kohës ta jap përgjigjen. Urimi im i vetëm është, mos u kthefshin në velina të oborrit të Velis.